Viti që po mbyllet ishte një vit përpjekjesh dhe sfidash, ku Shqipëria dëshmoi sërish vullnetin për të ecur përpara. Kemi ende punë për të ngushtuar pavarësitë dhe për të forcuar besimin tek institucionet. Forcuam rolin tonë ndërkombëtar dhe hollëm hapa konkret drejt Bashkimit Evropian. Kemi shënuar progres në forcimin e shtetit së drejtës, në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar dhe në pavarësinë e sistemit të drejtësisë. Të inkurajuar nga sukseset dhe të përulur nga mosarritjet. Viti 2026 duhet të jetë viti një përpjekje të përbashkët për ta kthyer standardin evropian në një realitet të prekshëm në jetën e çdo familje shqiptare. Interesi kombëtar dhe dialogu duhet të udhëheqin veprimet tona për të ndërtuar një shoqëri më të drejtë dhe më të begatë, sepse ajo që na bashkon është më e fortë se çdo interes që na ndan. Ndaj, në vigjilje të vitit të ri 2026, urimi im i parë është për bashkëpunim dhe bashkërendim rreth qëllimeve e interesave mbar kombëtar. Përshëndetjet më të ngrohta dhe urimet më të mira kam sot për shqiptarët kudo ndodhen, në Kosovë, Maqedoninë e Veriut, Malë të Zi, Luginën e Preshevës, Arbreshët dhe diasporën tonë. Ju jeni pjesa e pandare e këtij kombi dhe energji vitale për të ardhmen tonë të përbashkët. Një urim të veçantë kam sonte për gjithë mjekët, infermierët, pjesëtarët e forcave armatosura, punojësit e rendit, zjarrfiksit dhe gazetarët, si dhe të gjithë ata që sot janë në krye të detyrës dhe larg familjeve të tyre. Mendimi ynë shkon edhe për ata që këtë natë kalojnë në spitale apo në kushte të vështira, larg ngrohtësisë së shtëpisë. Çdo familje shqiptare, nga fëmijët e gjyshrit, pas shëndet, gëzime dhe mbarësi. Mbi të gjitha uroj për vitin e ri 2026 më shumë besim te njëri tjetri dhe më shumë mirëkuptim, sepse Shqipëria është shtëpia jone e përbashkët, përgjegjësia jone e përditshme dhe e nesërmja që ndërtojmë bashkërisht. Me përullësi për sfidat që kemi përpara, me besimin te vlerat e punës, solidaritetit dhe përgjegjësisë qytetare, dhe me vendospëri për të ndërtuar të ardhmen tonë europiane, ju uroj nga zemra gëzuar vitin e ri 2026. Zoti e bekoft Shqipërinë dhe të gjithë shqiptarët. Zoti ju bekoft ju dhe familjet tuaja. Gëzuar.